Këshilli i Komunës së Gostivarit solli vendim me anë të cilit restorantet, pizzeritë, kafeteritë apo të gjitha hoteleritë do të mund të punojnë për 2 orë më gjatë në periudhën e verës. Ky si propozim erdhi si pikë e rendit të ditës në seancën e 47 të Këshillit të Komunës së Gostivarit, që u mbaj gjatë ditës së sotme, ndërsa kryesuesi i Këshillit Namik Durmishi gjatë sqarimit që bëri para këshilltarëve tha se bëhet fjalë për një kërkesë që vjen nga vetë hotelerit për shkak se gjatë periudhës së verës e sidomos me ardhjen e mërgjimtarëve në vendlindje përballen me fluks më të madh pune dhe rrjedhimisht kanë nevojë për zgjatje të orarit. Kërkesë dhe realisht në çdo vit kemi miratuar një vendim të tillë për zgjatjen e orarit të punës në objektet të hotelerisë. Dhe këtu, pra shkaku i sezonit që e kemi, zgjatja e orarit tek Neni 3, aty e keni vendimin i cili do thotë të punës do të zgjatet prej 2 orë të vlefshme, pra nga data do jetë 10 korik deri 31 korik dhe përveç datave 13, 17, 23 dhe 28 korik 2025 dhe nga 1 gusht deri në 25 gusht 2025 përveç disa datave 4, 8, 11, 16 pra shkaku i orarit që pra e kemi jo pune deri në 21 gusht. Kështu edhe 21 gusht, më falni. I bie nga 1 deri 25 gusht. Orari do zgjatet potencoj nga 2 orë. Pas sqarimit të lartë përmendur, kjo pikë e rendit të ditës u miratua unanimisht nga këshilltarët. Ndryshe, me kalimin e këtij vendimi në filtrin e Këshillit Komunal, pronarët e objekteve të restoranteve nuk do të obligohen të parashtrojnë kërkesë të veçantë për zgjatje të orarit, pasi që të gjithë institucionet do të jenë të njoftuar me automatizëm me vendimin e ri.